Parlamentar të Partisë Demokratike për interpelancë urgjente me Kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, duke pretenduar se kërkesa e tij ndaj gjykatës kushtetuese është e pabazuar në kushtetut dhe se Kryeministri duhet kishte marrë masën e shkarkimit zëvendës Kryeministres Balluku në vend që ta drejtonte çështjen në gjykatën kushtetuese. Në shkresën me numër protokolli 3758 fraksion 1, datë 3/12/2025, drejtuar zotit Bardhi, në bazë të nenit 89.3 rregullores kuvendit, kam argumentuar mos pranimin e kërkesës për interpelancë. Objekti i kërkesës për interpelancë është aktualisht në shqyrtim në gjykatën kushtetuese, e cila po vlerëson nëse kërkesa është e pranueshme për shqyrtim në seancë plenare. Kërkesa për interpelancë urgjente sipas parashikimit në nenin 80.1 të kushtetutës dhe nenin 97 rregullores nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht në shqyrtim në gjykatën kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe sundimit të ligjit. Në këtë kuadër është e domosdoshme që të pritet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese dhe të respektohen proceset ligjore dhe kushtetuese që kanë për qëllim garantimin e drejtësisë dhe funksionimin e duhur të institucioneve shtetërore. Argumentet i kam parashtruar në shkresën e përmendur më herët. Në bazë të nenit 89.3 rregullore, zoti Bardhi ka fjalën për jo më shumë se 10 minuta. Zoti Bardhi, fjala për ju.